për 1.000 vetash, 1.000 trupash në afërsitë të Damaskut. Në një nga aeroportet ushtarake në afërsitë Damaskut, gjë që do të garantonte edhe siguri nga Izraeli, po edhe nga fqinjët e tjerë, dhe mendoj që sot, në një vit më pas, Siria është në ditë shumë më të mira se sa ato që kaloi gjatë luftës civile. Para një viti kishte një rezerva, po ishin disa vende kishte shumë rezerva ishin të rezervuar disa shtete arabe, pastaj kemi kishte shumë rezerva Mehmet, sepse Ahmet al-Shara ishte në listën e zezë të terrorizmit, konsiderohej si një komandant terrorist. SBA-t paguanin $10 milion për kokën e tij, bashkë me bashkëpunëtorët e tij, dhe mendoj që mund të ishte ekstremiste. Kemi komentuar bashkë këtu, kam thënë që para një viti që ai do ta surprizojë botën perëndimore, edhe pse ata që e mbështesin, pra Turqia, Arabia Saudite, Katari, ishin aleat të perëndimit, dhe tani po të heqim paralelen e asaj që ka ndodhur, kemi një lajm mirë që është larguar Irani nga ai rajon, dhe rajoni është gjithmonë më shumë duke u qetësuar. Unë e kam parë me sytë e mi që Siria po i kthehet jetës dal nga dal normale. Sigurisht që ka në planin humanitar ka shumë për të bërë, ka shumë jetim, ka shumë shtëpi që duhen rindërtuar, ka infrastruktura, ka ende shumë njerëz që janë me pasoja të rënda nga vitet e konfliktit, por pas një viti mund të themi që kemi një lajm të mirë në Siri, pra kemi lajmin e asaj që unë quaj të një Sirie të re, ku nuk është se ka ndryshuar vetëm një yll tek flamuri, po ka ndryshuar dhe një mundësi me ato që do duhet jetë shteti sirian. Pra jo më një diktaturë ushtarake, po një vend që dal nga dal do të hapet, dhe një vend demokratik. Në një kanal televiziv arab por rrjedhin disa video dhe mesazhe të vjetra i pash të presidentit Bashar al-Assad. Ku ndodhet ai dhe pse ai ndodhet në moment të rrjedhin këto video? Ai ndodhet në Rusi, gjithë e dim, bashortja e tij është smur, Asma al-Assad ka një tumor në gjoks, edhe di që ka pasur trajtime të vështira. Ai është larguar bashkë me familjen. Bashkëpunëtorja e tij me cilën ai flet në video, që është një gazetare, është? Jo, ka qenë gazetare, po ishte këshilltare e tij. Ishte në kabinetin e tij më vonë. Po, ajo është vrarë në 2024. Në një aksident. Është e paqartë se si është vrarë, po ajo ka qenë një dëshmitare e mundshme. Unë mendoj që këto video kanë dalë sepse ka patur disa përpjekje nga një lob afër ish presidentit Assad, ku përfshihet dhe kushëri i tij multimiliarderi Rami Makluf me të tjerë, me një pjesë të ish generalëve, për të rikthyer në Siri nëpërmjet luftës dhe armatimeve, dhe mendoj që nxjerrja e këtyre videove në këtë moment është për t'i treguar njerëzve se realisht çfarë mendonte Assadi për njerëzit dhe për luftën, dhe kjo diskrediton akoma më tepër rolin që ai pati vitet e fundit dhe lodhjen që ai kishte, duke që aty kishte edhe një lodhje personale në raport me luftën, me konfliktin, tallje me ushtarët që i puthnin dorën, tallje me një pjesë ashtu. Gjë që tregon Assadin, unë e kam njohur nga afër, kështu ka qenë realisht. Asadi tallje edhe me Putin. Po sigurisht që tallje. Sigurisht që thoshte operacionet plastike, duke patur parasysh që Assadi vetë ishte mjek dhe kupton mirë operacionet plastike, domethënë. Po që tregon si një thes, po që tregon tek e fundit, tregon si ishte Assadi dhe tregon një epokë të shkuar. Sigurisht që sot në botën arabe, dhe për ata që kuptojnë arabisht, është shumë interesante ta shohësh se si reagojnë, po ja që edhe kjo është politikë. Qartë. Kulla, për fund, për ta përmbyllur këtë, kemi një koordinim të thellë ndërmjet SBA-s dhe Turqisë në Siri. Mendoni se do të vazhdojë ky bashkëpunim edhe më tej? Po sigurisht është aleati i Amerikës dhe është ushtria e dytë e NATO-s. Ka atë ndikim që ka në Siri, po jo vetëm Siri, po në gjitha të rajon, dhe nëpërmjet Amerikës garantohet edhe, nëpërmjet SBA-s garantohet edhe siguria e Izraelit, pasi ki parasysh që kufiri verior i Izraelit është i gjithë në Siri,
Dhe trupat izraelite janë futur në territorin brenda Sirisë, atje ku jetojnë druzët, pikërisht për t'i ruajtur, dhe duhet garantuar, pra duhet një marrëveshje sigurie e garantuar nga SBA nëpërmjet Sirisë dhe Izraelit.